Deri kur mund ta duroj Donald Trump këtë situatë që është në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor? Për mua shumë po e duron dhe kaj, dhe tani që flasim bashkë. Dhe unë pres nga minuta në minutë që Amerikanët ta marrin atje për leskas atje kushe dhe ta qërojnë të atojnë në Guantanamo. Të pres. A mendoni se mund ta tolerojnë Amerikanët sa i përket lidhjes me krimin organizuar, ashtu siç doli edhe nga dosja e SPAK-ut, ku Ergyes Agasi priste drejtor, ministra, por edhe deputet të cilët i kisha firmuar në zyrën e tij një nga një? Ergyes Agasi është masha e këtij, vegla e këtij, po pas ka qenë i mençur që i ka regjistruar të tëra pritjet e përcjelljes që ka bërë, të tëra pislliqet që kanë bërë atje brenda, si duket Ergyes Agasi, jo si duket, po praktikisht ka parë që ka bërë para ardhësve të tij dhe ka dokumentuar krimin për ta përdorur tani që kërkohet dhe që do shkojë nesër pas nesër në SPAK. Pra, Ergyes Agasi i ka dalë nga stani, nga shtrunga Edi Ramës, i ka dalë, nuk e beson më, dhe pres që Ergyes Agasi të dalë para drejtësisë dhe të thotë edhe me gojë, të deklaroj ato që ka bërë, ato që ka regjistruar, ato që ka pritur e përcjell atje në atë gropën septike që quhet Kryeministri Shqiptare, se është një gropë septike e madhe që po qelp gjithë Evropën edhe Amerikën, jo më Shqipërinë, jo. Pra ajo duhet të asgjësuar ajo gropë septike atje me pronarin e saj Edi Ramën. Dhe shpresoj që se vetë një shpresi në kam betur jashtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam thënë në mënyrë të përsëritur, që të vinë, të ndërhyjnë, ta qërojnë këtë pislëk që ka zënë Tiranën. A mendoni se SPAK-u do të veprojë edhe më fort tashmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë atë mbështetje ndryshe nga herët të tjera ku tashmë edhe elementë të DEA-s dhe FBI-s gjenden në strukturat e posaçme? Të SPAK-u s'kam as një të miliardën e besimit. Kam besim të Amerikanët, po ata po. Dhe nëse ata do t'i vënë në rreth, do të shkojnë tani bëni këtë punë, do ta bëjnë. Dhe unë atë pres që të vinë Amerikanët të detyrojnë se po që për atë nipin e babatakut të Spartak Brau së çantës së zezë, nga këta mos pris se këta në tërbashk. Pra pres që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vinë, të sjellin ultimatum të prerë dhe të fillojnë veprimet, jo me letra e me fjale me ultimatume. Nuk pyet Edi Rama nga ultimatumet, sepse ka një mbështetje tjetër, tek e cila e mban akoma në pushtet. Dhe ky është rrotësirti me shok. Pra këtu betejë bëhet midis Donald Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qeverisë amerikane, sovranisëm amerikan, adhetarëve shqiptar kundër gropës septike botërore që është janë masonët dhe Illuminati dhe Bilderbergu. Pra kjo luftë bëhet në Shqipëri. A mendoni se SPAK brenda janarit mund të vendosë në pranga Belinda Ballukun, duke qenë se më 22 janar gjykata kushtetuese do të shqyrtojnë në seancë të hapur edhe ankesën e kryeministrit Edi Rama për Belinda Ballukun? Ju thash edhe pak më parë, po e theksoj, nuk pres absolutisht asnjë gjë nga SPAK-u, pres vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po gjithsesi kërkesën e ka dërguar në kuvend për t'i hapur rrugën arrestimit të Belinda Ballukut. Kush e pyet në kuvend? Ju e shikoni që kuvendi, e keni thënë përpara, kuvendi, qeveria, kuvendi, presidenca, ministria, bashkia, komuna, këshilltari, patronazhisti, vetëm një në Shqipëri, Edi Rama. Si mendoni ju që Edi Rama do ta japi Ballukun në parlament, po jo do të rinë në kuvend, të heqi imunitetin, absolutisht ata pas atij imuniteti vjedhin. Aty mbahen.
aty kapen, sepse kanë bërë ligje që të vjedhin dhe të mos i kap njerit, mos i zënë me dorë drejtësia. Kështu, prandaj duhet që një forcë madhore që quhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës të zhduki me themel. Si mendoni, pse Edi Rama nuk ka reaguar deri më tani sa i përket ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Venezuelë, po ka nxjerrë Elisa Spiropalin për të dhënë një deklaratë mbështetje ndaj ndërhyrjes së Donald Trump? Atë ai nuk del vetë sepse e di që Fati Maduro se pret. Ai e di mirë që bashkë me Maduro do jenë në të njëjtin qelim, mund të jenë bashkë, mund të jenë bashkëvuajtës atje ku do shkojnë, po që do ve atje nuk diskutohet fare. Puna është çështje kohe, kur do vej. Të kjo na hëngri shpirtin, neve kemi kaq kohë. A mendoni se Edi Rama i friksohet shumë dosjes së Charles McGonigal, por edhe lidhjes me luftar Hysajn, i cili rezultoi të kishte lidhje me kartelin Sinaloa, të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vendosin në sanksione? Shiko, tani që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u futën energjikisht në Venezuelë, padyshim që do fillojnë të merren me Sinaloën, e me Sinaloat, e me me Kolumbinë, e me qenët e Uruguaje, Paraguaje, Maraguaje, Brazile, çfarë janë ato, Meksik, do merret se bën Amerika me ato sepse janë bërë rrezik botëror. Por karteli kryesor i tyre, dega kryesore e tyre, mbështetja kryesore e tyre në Evropë është Edi Rama. Dhe pa diskutim që për mua, siç e shoh unë, do jetë shumë i shpejt veprimi kundër Edi Ramës në Shqipëri. Do jetë shumë i shpejt, sepse është bërë rrezik botëror. Kjo figurë, ky charlatan, ky që nuk gjej epitet të vështirëse këtij çardoj që thuash i bëndesh. Ndërkohë ka zëra së fundmi që qarkullojnë se Edi Rama mund të riformulojë qeverinë e tij përgjatë janarit në mënyrë që të shmangë dhe Belinda Ballukun. A ka mundësi ta bëjë gjë të tillë? Jo, nuk do ta bëj, nuk do arri. Nuk do arri ta bëj, nuk do ta lën. Do ndërhyjnë Amerikanë forcërisht. Do ndërhyjnë se të bën. Dhe unë shoh që do ndërhyjnë jo duke ardhur vetë, po duke detyruar atë komunistin Braho, atë autorin e ligjit falsifikim intelektual i paparë në historinë shqiptare dhe në dokumentacionin legjislativ shqiptar. Në asnjë kod të Shqipërisë ai na shpiku termin falsifikim intelektual. Mendoni ju se ai do bëj më mat korba? Jo, më zotëri, jo. Ai është i tij, është 100% i tij, prandaj vurjej. Ore, nuk kalon atje pa hedhur firmën te Edi Rama. Kështu që nuk pres gjë nga Spaku. Thash, e them në mënyrë përsëritur, e vetmja shpresë është presidenti amerikan dhe FBI-ja. Me DEA-n, askush tjetër. Po në këtë rast, a nuk është Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke përdorur Spakun si armë sekrete për të goditur gjithë klasën e korruptuar politike në këto 35 vjet? Unë ashtu e pres, dhe ashtu mendoj me 90% ashtu do bëhet. Po ka një 10% që ta të mos e dëgjojnë, të mbështeten tek kabala, tek patronazhistët, tek ata masonët e botës e tek Bilderbergu, se këta aty kanë mbështetje, nuk diskutohet jo këta, po gjithë narkotrafikantët e botës aty kanë mbështetjen. Tek Illuminati dhe tek masonët. Pra, ju thash, vemi aty konsultojmë. Tek Illuminati, tek qeveria në hije, tek komiteti 300-ve. A do mundet Edi Rama të arrijë vitin 2027 ku pritet që Shqipëria të mbajë dhe samitin e NATO-s dhe ku do të jetë i ftuar edhe vetë presidenti amerikan Donald Trump? Absolutisht jo. Edi Rama nuk e zë Marsin në pushtet. Edi Rama nuk e zë Marsin në pushtet. Do zhduket, do qërohet nga pushteti. Do qërohet sepse ka kaluar çdo lloj imagjinate në vjedhje dhe në grabitje të një populli që e ka katandisur
dhe po e vazhdoron ditë për ditë me ligje apo safat. Ka përdorur atë akshin tani, nëpërmjet të cilit ndryshon të gjithë se akshit i ka dhënë të gjithë arkivën e hipotekave shqiptare dhe aty ndryshojnë emrat si që do qefi atyre të pronarve dhe kanë vjedhur me qindra e me mijëra dhe me mijëra hektar tokë të qytetarëve shqiptarë, të cilët akoma nuk e dinë që prona është marrë me letra dhe ata mendojnë se e kanë vetë. Janë marrë pronat, ju ka vjedhur Edi Rama. Dhe atë punë po bën ditë për ditë.